Një skemë e re e abuzimit është konstatuar në qytetin e Vlorës e evidentuar nga raportimet e qytetarëve, të cilat kanë bëritur edhe në redaksin e televizionit 6+1 Vlora. Në skemën e abuzimit është i përfshirë një nga institucionet e qytetit, rezervat e shtetit, të cilat në vend që të qëndronin në krahas të qytetarëve në çdo problematik që ata kanë, bëhen palë për dëmtimin e tyre. Qytetarët në redaksin e televizionit 6+1 Vlora, jashtë kamerave, por nëpërmjet edhe ankesave të mbëritura me shkrim, tregojnë se ka patur 10 raste abuzive të vjedhjeve të pjesëve të makinave. Më saktësisht, në brendësi të teritorit të rezervave të shtetit, janë sot me 10 automjete të sekuestruara. Mjete këto të cilat janë sekuestruar në rastin e aksidenteve të ndryshme apo kur janë konstatuar pa dokumentacione të rregullta ose kur kanë patur tepër shkelje. Pas të tilla konstatimeve, për mjetet është marrë vendimi që të sekuestrohen dhe janë dërguar disa prej tyre krahas në pikën e grumbullimit të automjeteve në lagjen 24 Maj edhe në territorin e rezervave të shtetit. Qytetarët raportojnë se ky institucion ka nisur më pas shitjen e pjesëve të makinave që gjenden aty. Por si është konstatuar kjo problematik? Qytetarët thonë se kur kanë shkuar për të marrë pas makinën, të cilën e kanë patur edhe funksionale, e kanë gjetur këtë të fundit pa disa pjesë, pasi në institucionin në fjalë ka dhe automjete, të cilat kur vendos gjykata, duke rrëzuar vendimin e mëparshëm, mund të merren sërish nga pronarët. Praktikisht, pronarët të cilët kanë fituar procese gjyqësore me vendimin në dorë, kanë shkuar tek rezervat e shtetit, por e kanë gjetur makinën e tyre të mëparshme jo funksionale, duke i munguar kësaj të fundit pjesë, ndërsa shumë raportime vinë dhe për ndërimin e pjesëve të ndryshme, kryesisht në automjetet e shtrenjta. Prej pamjeve të cilat po ndiqnin në ekran në një vëzhgim të kryer nga televizioni 6+1 Vlora në rezervat e shtetit, këtë të mërkur duken qartë automjete të dëmtuara, por mes tyre janë dhe 10 automjete të paraqitura këto edhe me pamje filmike që ju mungojnë pjesët. Automjete këto mes të cilave më parë kanë qenë edhe funksionale, por janë hequr pjesë duke i nxjerrë tashmë jashtë funksionit. Qytetarët, ndër të tjera, në akuzat e tyre sqarojnë se pjesët e makinave shiten më pas në pikat e grumbullimit të pjesëve të përdorura të automjeteve në qytet, por edhe në serviset e makinave që janë funksionale në Vlorë përkundrejt fitimit. Sipas tyre, kjo metodë ka muaj që aplikohet, ndërkohë që fitimet që nxiren prej tyre nuk përdoren as për ndonjë investim, qoftë edhe për godinën e rezervave të shtetit, e cila vazhdon të jetë në kushte infrastrukturore të mjerueshme, por nuk ka për asnjë në fjalë madje as transparencë për shitje të tilla, si dhe vlera monetare të përfituara. Krahas dëmtimit të qytetarëve, administratorëve të makinave, institucioni në fjalë duhet të kryejë me patjetër edhe transparencë. Nëse shiten pjesë të tilla, të pasqyrohen shitjet, por edhe vlerat monetare të fituara prej tyre.